Me mira vetura hynë në Prishtinë çdo ditë. E për të menaxhuar trafikun në kryeqytet, së fundmi është duke u shqyrtuar mundësia e vendosjes së një takse për vetura që vijnë nga qytetet e tjera. Siç ka bërë të ditur i pari i Prishtinës për Parim Rama, pagesa për të do të jetë €1. Mirë, po këtë propozim po e shohin si të palegjshëm nga opozita në kryeqytet. Qytetarët e Prishtinës edhe të gjithë ne po ballafaqohemi edhe një herë me një propozim të pamirëmenduar dhe eksperimental të kryetarit për Parim Rama. Ai sërish pa asnjë studim, pa asnjë analizë konkrete profesionale, dal me një studio televizive dhe jap një informacion të tillë. Ky vendim, në qoftë se vije, natyrisht që duhet të bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi, e që fillimisht nuk ka legjislacion i cili e rregullon dhe e lejon të vendosjen në një takse të tillë. Problematike këtë çështje po e sheh edhe njohuesi i komunikacionit Lavdim Hamiti. Në këtë gjendje nuk mundet të bëhet, do thot, asnjë mundësi që të bëhet me pagesë do të hyrën e Prishtinë. Por për shkak mungesës të personave edukat në rregullimin e komunikacionit, jo ekspertëve të duhur, dhe i ka kop ai paniku që nuk din se si të rregullojnë komunikacionin, atëherë dalin me këto lajme skandaloze që thonë të bëjnë hyrjen në Prishtinë me pagesa. Por se a ka bazë ligjore të mirët një vendim i tillë. Në bazën ligjore ose juridike ka të lashe bukur të mëdha, sepse një masë e tillë e cila kufizon në rand parë lirinë e lëvizjes qytetarëve, të mallrave dhe shërbimeve me një veprim të caktuar, sikur kjo taksë ta çojmë. Atëherë kjo cënon këtë parë në rand parë dhe dyta gjithashtu si në pozitë barabartë kategoritë të ndryshme të qytetarëve. Televizioni ka tentuar të marrë një prononcim edhe nga komuna e Prishtinës, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.